المؤمنين ثم أما بعد. Me emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirëborësit, përshëndetje të dërgojmë dhe madhësirën e njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, të mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, njëri prej dietarëve Ibn al-Qayyim përmend një herë dhe thotë vepruesit më të mirë, pra besimtarët veprues më të mirë, janë ata që në veprat e tyre përmendin Allahun e lartësuar më së shumti. Dhe agjëruesit më të mirë janë agjëruesit që përmendin Zotin e gjërësisë më së shumti. Dhe ky muaj vërtet duhet jetë muaji i përmendjes Allahut të lartësuar. Pra ta përmendin Zotin e gjërësisë shumë. Allahu i lartësuar na thon në Kur'an, ku thotë: "O ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë." Përmendja e Zotit është çështja më e madhe. "Wa la dhikrullahi akbar." Thotë Allahu në Kur'an, përmendja e Allahut është gjëja më e madhe. Dhe besimtarja duhet t'i kushtoj rëndësi kësaj gjëje, me përmend Zotin e gjërësisë shumë. Kush e përmend Allahun e lartësuar, Zoti i gjërësisë është pranë tij. Është pranë tij pra me ndihmën e tij, me forcën e tij. Kush e përmend Zotin e gjërësisë, pra e rut Zotin, e mbron Allahu, është me to Zoti i gjërësisë. Dhe besimtari kohën e tij duhet të përpiqet ta mbush në përmendjen e Zotit. Përmendja e Allahut e lartësuar është shkak me i bo balë vështirësive, me i bo balë sprovave me të cilat përballemi për dishmëri. Ne kemi shembullin e Jusufit alayhis salam, kur përballën atë sprovë, ma'adallah, përmendi Zotin. Nëse besimtari ndodhet në një vështirësi, në një ngushticë, përmendja e Zotit të gjërësisë bëhet shkak që të shpëtojë prej saj. Ne kemi shembullin e Yunusit alayhis salam, kur ishte e dëllkiti balena, në barkun e saj, përdori, përmendi Zotin e gjërësisë. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, i lartësuar je o Zot. Unë i bora patritësi vetes time. Shkak kjo që Zoti i gjërësisë, pra përmendja Allahut të lartësuar, po shkak që ai shpëtonte. Përmendja e Zotit të gjërësisë vazhdimsi. Ishte për atyre që përmendin Zotin, Yunusi alayhis salam. Edhe profeti Yunus sallallahu alaihi wasallam në shumë porosi të tij nxit që me përmend Zotin e gjërësisë. Dhe patjetër përmendja e Allahut është shkak pra që të shtohen dhe të rëndojë peshorja e robit ditën e gjykimit. Dhe patjetër përmendja e Zotit të gjërësisë bëhet shkak që Allahu subhanahu wa ta'ala të t'i pranojë edhe lutjet. Dhe është ajo ngjarja që i ka ndodhur Imam Ahmedit. Ngjarja e bukur që të pëlqen ta tregoj. Imam Ahmedi është njëri prej 4 imamlarëve. Dhe ishte njëri, pra tepër i ditur. Ishte përhap larmi për to se është shumë i ditur Imam Ahmedi. Por në atë kohë nuk ishte media, apo rrjetet sociale, apo këto pra që mund të njihej me pamje. Ama emrin e tij kishin gjuhë gjithandej. Udhtoni Imam Ahmedi nga vendi i tij për një qytet tjetër. Por atje vendos sot mbrëmje do ta kaloj natën në xhami. Shkon tek xhamia, guvernatori aty vendi ishte thënë urdhër, xhami pas jacie të mbyllur. Shkon Imam Ahmedi, vazhdon në pas jacie të fare. Roja fillestari i xhamisë e bori xhiro 2, erdhi i tha shikon, nuk kam urdhër të mbyll xhamin. Imam Ahmedi i thotë, do shtëpia Allahut. Nëse në diskutim e sipër, aty përballë ishte një furxhi. Ai e gjon diskutimin. Edhe afrohet, i thotë Imam Ahmedi, "Ja bën xhiro, hajde kaloj natën këtu." Imam Ahmedi shkon. Gjatë gjithë kohës këtu, zite brumin, laten, gatute, përmend e Zotin. Vazhdimisht përmend Allahun.
Imam Ahmedi i bën habi dhe kaloi një farkohë e thotë, por e thotë, qysh ku ka marrë, ti vetëm përmend Zotin. Qatë do bie, qatë njëre ke pa, thotë. Po, thotë, ka themo. Unë thotë, nuk i kërkoj Zotin diçka vetëm se ma përcon. Nuk bëj lutje Allah me nësuar vetëm se ma realizon. Po kom i lutje, thotë. Këto e kom bon, e bëj dhe do ta bëj. Thotë e kom lutë Zotin që ma mësoj një herë, ta shoh, thotë, Imam Ahmedi. Allah subhanahu wa taala ju vetëm që ju përgjigj ta shifte, por bani që shkonte ke pyshamit. Pra çështja e përmendjes së Zotit është çështje e premante. Prandaj vllai motra ime, je duke dalë për shtëpi, përmend Allah. Hyrën në shtëpi, përmend Zotin. Duke shkuar në punë, je në trafik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Vazhdimisht, dhe ti nëse mësohesh gjatë muajit Ramazanit në këtë gjë, me lejen e Zotit gjithësisë edhe pas Ramazanit. Po këto ditë Ramazanit, ti nëse përmend Zotin e gjithësisë, çfarë do bëhet? Kjo vetë që se robi po su angazhumi të mirë, do angazhohet me gjë tjetër. Do bëj më vetë. Dhe e thotë i gjë, po paktën ti angazhohesh gjuhën tënde, la ilaha illallah subhanallah, se në fund, nëse sa angazhohesh për mirë, mund të angazhohesh për keq. Paktën mbushë fetore, regjisin me vepra të mira. Po ashtu ne njerëz jemi. Kemi gabime, ndonjëherë edhe me rrëshqitje. Bëhen shkak të përmendjes e Zotit gjithësisë, që ato mangësitë që kemi plotësohen, e lutem Zotin gjithësisë që na bëjë për atyre që e përmendin Zotin shumë. Amen.